Prokuroria e posaçme është duke hetuar çështjen e njohur si McGonigal. Kreu i SPAK Altin Dumani deklaroi dje se për ta vija e kuqe është vetëm prova dhe jo emri për të cilin hetohet. Ndërkohë sqaroi se për çështjen e njohur me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s McGonigal, tha se ka dërguar kërkesë për informacion me institucione gjyqësore partnere dhe presin përgjigje. Çështja McGonigal, ajo po është, e kam bërë publike deklarimin tim, e kam bërë publik që kjo çështje është në fazën e hetimit paraprak. Janë kryer një numër i madh veprimesh hetimore në territorin shqiptar, por patjetër që për hetimin e çështjes është e nevojshme edhe ndihma juridike nga autoritetet gjyqësore të huaja dhe ne jemi edhe në pritje të përgjigjes nga autoritetet gjyqësore të huaja, të cilët jemi drejtuar me kërkesë për ndihmë juridike. I pyetur nga deputetja e opozitës Elda Hoti për çështjen e fondeve europiane për sektorin e bujqësisë, kreu i SPAK tregoi se ka patur një takim me drejtoreshën e OLAF dhe kanë shkëmbyer informacione dhe janë duke hetuar çështjen në Shqipëri. Drejtoreshën e OLAF e kisha në zyrën time dhe është publike, bërë publike si takim nga vetë drejtoresha e OLAF dhe në takimin që kisha shprehu vlerësimin për bashkëpunimin që kemi patur mes zyrave tona, mes SPAK dhe OLAF. Kemi shkëmbyer informacione të shumta dhe thash bashkëpunimi është ka qenë dhe vazhdon edhe do vazhdoj për çështje të ndryshme nga të cilat marrin në mbrojtje fondet e Bashkimit Evropian, fondet të cilët dyshohet se janë keq përdorur nga administrata publike shqiptare. Çështja është në hetim që ju përmendni. Dumani ngriti shqetësimin se institucione shtetërore nuk referojnë rastet e korrupsionit në SPAK. Numri ulët i referimeve nga institucionet publike për raste korrupsioni dhe krimit të organizuar mbetet shqetësues. Përfundimi i sistemit elektronik të administrimit të çështjeve është ende në proces dhe pritet të realizohet siç e përmenda gjatë vitit 2025 me mbështetje të Bashkimit Evropian. Altin Dumani foli edhe për problematikat me të cilet përballet SPAK. Sipas tij, gjatë kohës që ka atakime nga politika, ata vendosen përballë presioneve të shumta edhe nga grupet kriminale.